është shqetësuese, sinqerisht. Është shqetësuese mënyra e motrave tona, e vajzave tona, e bijeve tona, se si dalën në për rrugë të tyne. A është kjo dalje e përgjithshme? Që realisht nuk mund thuash se është e veshur, por as nuk mund thuash se është e zhveshur. Çka thuash për të? Si e përshkruan hallin e saj? A thua vallë, në momentin kur e del zbulon tëra që Allahu xhallahu nuk don të zbulohet. Në forma të ndryshme. Dhe ku fundi i një arritje është ekspozimi disa bukurive të përkashme. Çka i thot Allah te bareku teala? Ja ka mundsu Allahu xhallahu ala të ketë pamje të mirë, të ketë shëndet, të ketë kompletuar si njeri. Dhe a është sjellje e përgjithshme